është një komunikim me sarkazm I bërë me smishësh dhe s'ka të bëjmë me asgjë tjetër. Ka qenë konsideroj se është edhe celimi privatësisë, ai vend është vendi punës për deputetin, prandaj mesazhet në privat nuk e konsideroj se janë për publikun. Dhe ato mesazhe siç e thash janë në sarkazm, pra prej këtu kërkoj falje. Nëse ka pasur ndonjë rezon, qoftë për lëvizjen vetëvendosje, për qytetarët dhe votuesit. S'ka të bëjë me asgjë, as referenduse, as asgjë. Po, patjetër është hyrje privatësisë. Ju, e keni pa që është në thonjza, dhe më thonë si një fjalë, me sarkazm e përdorur, e që thjesht nënkupton se edhe në mungesë të opozitës, deputetët e mazhorancës do të bëjnë votimin sipas rregullave dhe procedurave, e dëgjuat edhe tash kryeparlamentaren, ushtruesin e detyrës presidentes, e cila gjithashtu edhe një herë konfirmoi se vetëm një deputet ka kërkuar leje që mund të mungojë në seancë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Edhe një herë po e përmendi që thonjzat janë ato që nuk mund ta konsideroni që është dhënë një epitet, është bisedë me miq dhe është me sarkazm I përdorur, mirë por nuk ka të bëjë me seriozitetin e procesit as me gjëra tjera. Edhe pjesa në fund është festa e gëzimit gjithmonë paqe, që I bie se kam qenë duke e anuluar një termin I paraplanifikuar për një festë, një mikut, 2 javë më parë s'pako. Dhe thjesht I kam thonë se seancat e pa planifikuara zaten më shumë dhe se nuk mund të jem pjesë e ahengut edhe ta ndaj gëzimin me. E keni parë në fund që I kam thënë festa e gëzimit gjithmonë paqe edhe ju nëse nuk e konsideroni që është cënimi privatësisë kjo, atëherë përbes nuk është në rregull kjo.